Kardiologu jep urdhër, hiqni dorë me njëherë nga këto 8 ushqime, shkaktojnë atak kardiak. Mirëqenia e zemrës varet nga një sër faktorësh dhe ushqime të tjera, të cilat janë edhe një ndikues kryesor. Ushqimet e duhura të shëndetshme luajnë një rol thelbësor për zemrën, ashtu siç luajnë një rol të dëmshëm ushqimet e gabuara. Nëse dëshironi të ruani shëndetin tuaj kardiovaskular për shumë vite me radhë, atëherë duhet të shmangni nga dieta juaj këto ushqime. Sipas Step 12, ato mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiak duke e rënduar atë dhe duke nxitur gjithashtu edhe probleme të njëpasnjëshme. Nëse doni një zemër të shëndetshme dhe të mos vuani nga komplikacione në të ardhmen, nga dieta juaj duhet të hiqni ushqimet e shpejta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Yndyrnat e ngopura kanë një lidhje direkte në shëndetin e zemrës. Në përgjithësi, yndyrnat e ngopura në bazën shtatëzore të kombinuara me karbohidrate kanë efektet shumë të pakëndshme për shëndetin tuaj të zemrës. Pa ushqimet e shpejta të cilat vijnë edhe të kriposura në maksimum. Shmangni sa më shumë ushqime të tilla siç janë sufllaqet, hamburgerat, por doni të mbroni zemrën, duhet të evitoni gjithashtu ushqimet e shpejta të fast foodeve, pasi mund të ndikojnë negativisht në rëndimin e problemeve tuaja kardiake. Edhe mishrat e përpunuar duhet të shmangen dhe të zhvendësohen me sa më natyral për të evituar gjithashtu ndikimet negative për to për shëndetin e zemrës. Ushqime të tilla të përpunuara siç janë salçiçet, proshutat, pastërmat, kanë në përmbajtje të tyre sasi të tepërta të kripës. Vetëm një fetë e hollë me proshut përmban gjysmën e sasive të rekomanduara ditore që trupi mund të marrë për nivelet e kripës. Nëse doni të mbani larg këto komplikacione dhe të mos rëndoni shëndetin e zemrës suaj, atëherë ka ardhur koha që të evitoni nga dieta juaj mishrat e përpunuar. Këto të fundit do të rrisin gjithashtu presionin e gjakut dhe do të shkaktojnë dëmtime të forta të shëndetit tuaj të zemrës. Nëse jeni një person i predispozuar që të prekeni vazhdimisht nga komplikacione të tilla të zemrës, atëherë mishrat e përpunuar duhet të evitohen nga dieta juaj. Ushqimet e skuqura gjithashtu janë shumë të dëmshme në shëndetin tuaj kardiak. Patatet e skuqura, mishi i skuqur në yndyrna të tepërta dhe të ngjashme me do mund të rrisin gjithashtu edhe riskun e goditjeve në zemër. Yndyrna të tilla do të rrisin kolesterolin në gjak, ndaj duhet i shmangni ato sa më shumë që të jetë e mundur në mënyrë që të mos ndikojnë negativisht edhe në shëndetin tuaj kardiovaskular. Produktet e gatshme, edhe ato të sheqerosura, do të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës. Për shumë vite me radhë, yndyrnat janë përmendur si një nga shkaktarët MNZ në mesin e ushqimeve për sëmundjet e zemrës. Megjithatë, ekspertët tani besojnë se niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të jetë një kërcënim po aq i madh që kontribon në obezitet, inflamacion, kolesterol të lartë, diabet, të gjitha këto edhe sëmundje shoqëruese për zemrën. Përdorimi i tepërt i sheqerit në dietën tuaj duhet të jetë i gabuar. Debatet mes kardiologëve janë përmendur te roli i yndyrnave të ngopura, kolesterolit dhe sheqernave. Nëse ka një përbërës që duhet të eliminohet patjetër për personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës ose janë të rrezikuar për tyre, janë pikërisht sheqeri. Pijet më ëmbëlsues shtesë. Shumica e konsumatorëve gjejnë burimet më të mëdha të sheqerit të shtuar jo në ushqim, por në pije. Studimet e fundit kanë treguar se më shumë se 60% e fëmijëve, 54% e të rriturve, femra dhe 45% e meshkujve kanë konsumuar të paktën një pije të gazuar ose të ëmbëlsuar midis viteve 2011 dhe 2014. Drithrat e ëmbëlsuara gjithashtu ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiak. Ushqimet, që duken sikur janë pjesë e ushqimeve të shëndetshme, siç janë drithrat për mëngjes, janë të mbushura me sheqer. Ngrënia e karbohidrateve të rafinuara dhe sheqernave në mëngjes nxit inflamacionin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak ose luhat atë, duke çelur rrugën të ndimeve për sheqer përgjatë gjithë ditës. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e frutave, vezëve, avokados ose bukës me drithra të plota. Ëmbëlsirat e pjekura janë të dëmshme për shëndetin kardiak. Ëmbëlsirat e pjekura, veçanërisht ato që shiten të paketuara nëpër dyqane, janë plotë për plot me sheqerna me gjasa, janë të gatuar me yndyrna të ngopura, siç është vaj i palmës ose margarina.
Edhe picat janë të dëmshme për persona të riskuar nga komplikacionet e shëndetit të zemrës. Ekspertët kanë renditur picën në mesin e ushqimeve më të kriposura dhe mishrave të lartë përmendur. Përmbajtja e kripës dhe yndyrnave të ngopura te pica është gjithashtu në rritje me çdo produkt shtesë që shtohet në brumin e picës. Kur hani jashtë, mundohuni të kufizoni 1 deri në 2 copa picë ose zgjidhni picën me perime, për të evituar kështu ndikimin e fortë negativ që kanë ato në shëndetin kardiak. Pijet e gazuara dhe ato dietike duhet të evitohen nga dieta juaj dhe të zvendësohen me pije natyrale siç është edhe uji për të evituar ndikime negative në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ato mund të jenë pa yndyrë ose me 0 kalori, por pijet dietike kanë një anë të errët edhe në shëndetin e zemrës. Njerëzit mendojnë se pijet janë të shëndetshme, por jo. Studime të ndryshme shkencore kanë treguar se pijet e gazuara që janë në treg kanë një lidhje të fortë edhe në zhvillimin e obezitetit dhe diabetit, të cilët janë të dyja faktorë rrisku të problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Nëse jeni një person që jeni të predispozuar të vuani nga këto shqetësime, keni familjar që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, ka ardhur koha që të ndryshoni regjimin tuaj ushqimor dhe ta bazoni atë në ushqimet sa më të shëndetshme, për të evituar gjithashtu ndikime negative të tyre në shëndetin kardiak. Ushqimet me kripra të tepërta në përmbajtje të tyre janë të dëmshme për zemrën. Shumë konservantë, snacks ose ushqime të përpunuara kanë në sasi të tepërta të natriumit dhe konsumi i tyre mund të çojë në presion të lartë të gjakut, sëmundje të zemrës gjithashtu edhe goditje në tru. Ushqimet tepër të skuqura, kryesisht ato të fast foodeve, janë të dëmshme gjithashtu në shëndetin tuaj kardiak. Nëse jeni një person që adhuroni ushqimet e shpejta siç janë ato të fast foodeve dhe gjithashtu keni në familjen tuaj persona që vuajnë nga komplikacionet e shëndetit të zemrës, ka ardhur koha të mendojeni sërish për atë që doni të shtoni në dietën tuaj, pasi këto ushqime mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja kardiake dhe të nxisin gjithashtu inflamacionin dhe të shkaktojnë probleme të shëndetit të zemrës. Pijet e sheqerosura dhe pijet e gazuara janë të dëmshme për shëndetin tuaj kardiak dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht që t'i hiqni ato nga dieta juaj ushqyese, pasi po ndikojnë negativisht në çështjet e shëndetit tuaj dhe mund të shkaktojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjërshme të tyre. Ekspertët thonë se sa më ushqime të lehta të shtoni në dietën tuaj dhe pa ndikuar negativisht në shëndetin kardiak, aq më shumë përfitime do të keni në përditshmërinë tuaj. Siguroni që të pasuroni dietën tuaj me produkte të duhura, për të evituar kështu ndikime negative të tyre dhe për të siguruar një mbrojtje efektive të shëndetit tuaj. Sigurohuni të konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për të evituar edhe ushqimet negative në shëndetin e zemrës. Sa më shumë produkte të tilla të hiqni nga dieta juaj, aq më të mirë do ta keni shëndetin tuaj kardiak, pasi siç dihet ato mund të ndikojnë në përkeçimin e situatave tuaja dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe ndikime të forta në dietën tuaj. Për sa i përket ushqimeve, duhet të evitoni gjithashtu edhe patatet e skuqura. Patatet e skuqura janë një ushqim i papërshtatshëm, i shpejtë dhe i shijshëm, por në të vërtetë ato janë të ngarkuara me artificial, konservues, vajra dhe gjithashtu sasi të tepërta të natriumit. Por në të vërtetë ato mund të ndikojnë edhe në kontribimin e obezitetit, por gjithashtu rrisin edhe problemet e tensionit të gjakut. Nëse jeni një person që rriskoheni nga komplikacionet të tilla të zemrës, ka ardhur koha që të evitoni nga dieta juaj siç janë edhe patatet e skuqura, kryesisht edhe ato të fast foodeve, pasi kanë një vaj që përdoret edhe më shumë se disa herë. Salçiçet ose mishrat e përpunuar janë me ndikime negative në shëndetin tuaj kardiak. Salçiçet mund të duken një zgjedhje e mençur dhe e shijshme, por nuk janë kështu. Në vend të kësaj, këto ushqime janë plot me kalori, kripra dhe yndyrna të ngopura, që rrisin kolesterolin dhe presionin e gjakut. Studimet gjithashtu i lidhin ato edhe me problemin e radikaleve të lira. Mos konsumoni shumë proteinë, sidomos në këto raste, pasi mund të ndikojnë negativisht në krijimin e komplikacioneve të shëndetit të zemrës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.